Federata Shqiptare e Futbollit ka bërtëditur dje se trajneri kombëtar Silvinjo bashkë me stafin e tij në këtë javë të parë të vitit ka qenë në misione monitorimi të futbollistëve kuqezi nëpër Europë, gjithçka normale që bën pjesë në punën e një trajneri të një ekipi kombëtar, po të mos ishte për lojtarët të ndeshjet që FSHF ka raportuar se ai ka ndjekur. Fillimisht bëhet e ditur se ai ka ndjekur ndeshjet e kampionatit shqiptar, ku fokusi duket se është te Dinamo, pasi janë ndjekur ndeshjet e saj me Vllaznin dhe Egnatian. Më pas bëhet e ditur në mënyrë të çuditshme se Silvinjo dhe stafi i tij kanë ndjekur në Portugali sfidën e Champions League Porto Rangers për të vlerësuar nga afër paraqitjen e mesfushorit kuqezi Nedim Bajrami. Cila është çudia? Nedim Bajrami nuk është në listën e Europës për Rangers dhe as nuk ka udhëtuar drejt Portugalisë për këtë sfidë, dhe Silvinjo dhe stafi i tij ka udhëtuar drejt Portugalisë për arsye të tjera, ndoshta edhe për të parë çfarë forme kanë Kivior dhe Bednarek i Polonisë që luajnë në radhët e Portos, por kurrësesi për të ndjekur Bajramin siç raportoi FSHF, ose përndryshe kjo do të thotë se trajneri dhe stafi i tij nuk i kanë ide të qarta mbi situatën e lojtarëve në klubet përkatëse. E ndërsa në Europë ka shumë emra të rinj që po shkëlqejnë dhe që meritojnë më shumë vëmendje, Silvinjo dhe stafi i tij kanë zgjedhur të shohin ndeshjen mes Lazios dhe Atalantës, ku luajnë dy lojtarë që të gjithë i njohin shumë mirë, si Hysaji Gjimshiti, me vetëm këtë të dytin që zbriti në fushën e lojës. Raportohet se me Gjimshitin kishte një takim atje, ndërsa me Hysajin u takuan në Tiranë.